Si mendoni çfarë qasje do të ketë Bashkimi Evropian, por edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj këtyre zgjedhjeve, të cilat vetëm në ditën e procesit të votimit duhet thënë që janë shoqëruar me tensione shumë të forta, gjë që nuk i kemi parë në zgjedhjet e kaluara. Jo, i kemi parë në zgjedhjet e kaluara. Jo, një llojan. Jam më i vjetër nga ti unë dhe i kam parë shumë herë. Po, sidomos kam parasysh të paktën zgjedhjet e vitit 2021. Janë bërë në të kaluarën edhe më keq akoma. Edhe ata europianët që mi përmende, që unë nuk dua të vizër njeri në gojë europianët dhe Bashkimin Evropian, se ky nosroku i socialistëve, ky thot, votoni thot për pasaportin evropiane, u thot, votoni se do shkonin në xhenet, do shkonin në parajs, votoni u thot se do t'u japun pasaportin e parajsës. Këto, edhe populli shqiptar i ha këto. Është fatkeqësi, ka shumë njerëz që e hanë këtë gënjeshtër, këtë mashtrim të paskrupull që bërë ky njeri pa moral. Por ditë të them këtë që nuk do ketë mundësinë as njeri as tjetri të formojnë qeveri dhe për këtë skak o do përsëriten zgjedhjet ose do hyjnë pushtet qeveria teknike për të përgatitur vendin pastaj për zgjedhje nga muaji tetor nëntor i këtij viti. Ndoshta Edi Rama ka garanci nga Bashkimi Evropian që mund ta sigurojë pasaportën evropiane, por edhe integrimin në BE. Është absolutisht e pavërtet, e pamundur. Bashkimi Evropian nuk mund t'i jap të tilla garanci Edi Ramës, sepse Bashkimi Evropian nuk ka një qeveri të vetme. Bashkimi Evropian ka 26 shtete dhe jo të gjithë janë dakord me ato pislliqe që bën Edi Rama. Se paritshme ajo. Si mendoni, çfarë do ndodh me SPAK-un në varësi të qeverisë së re që do të krijohet, në qoftë se do të jetë Edi Rama kryeministër apo Sali Berisha? Cili prej tyre mund ta shkrijë SPAK-un? Për këtë nuk mendoj fare dhe nuk kam mendim, sepse asnjëra as tjetra nuk do ndodh. Nuk mund të marrin pushtet asnjëri as tjetri. Mbajeni mend këtë që u them unë, dhe kështu do ndodh. Jo, do përjashtohen nga politika që të dy, sepse nuk mund të ecin më kështu më tutje, dhe pushtetin në Shqipëri do ta marrë qeveria teknike. Se sa do ndodh kjo nuk e di, nuk varet nga unë, po unë di që nuk do ndodh. Pra ju mendoni se fati politik i Berishës dhe i Ramës është përjashtimi i tyre nga jeta politike? Eksaktësisht ashtu. Duhet të qërohen këta dy nga politika dhe partitë edhe të komplet grupet e tyre kriminale, edhe në këtë mënyrë do shpëtojë Shqipëria. Ndryshe është shansi i fundit që u jepet shqiptarëve për të përzënë këto dy në përka, ose këto dy boa të mëdha, këta dy gjarprinj ose oktapodh, quaj çfarë të duash, që kanë dhënë për gryke Shqipërinë dhe nuk e lëshojnë. Pra duhen azdistuar këta që të shpëtojë Shqipëria. Ndërkohë në jug ka shpërthyer një skandal, të paktën sipas raportimeve në media, ku një ish kryetar bashkie dhe aktualisht kandidat për deputet i Partisë Socialiste është kapur në një intimitet me një nga punonjësit e Bashkisë Përmedit. Ju e keni përmendur më parë se në jug do të shpërthej, nëse keni pasur fjalën konkretisht për këtë ngjarje, ju si e shikoni një skandal të tillë dhe pse ka kaluar kaq në heshtje? E para ai skandal është maja e icebergut. Unë kam thënë që në jug do shpërthej, dhe sepse kisha informacion të saktë nga qytetarët e jugut, qoftë në Sarandë, qoftë në Tepelen, qoftë në Gjirokastër, qoftë në Kurveles, unë e dija mirë çfarë do ndodhte. Dhe çfarë po bëhej. E dija mirë çfarë po bëhej, jo çfarë do ndodhte, po çfarë po bëhej e dija mirë se kisha informacionet. Tërmet Peçi, ish kryetari i Bashkisë Tepelen, një vagabond e rrugësh, një hajdut xhepash që ka qenë dikur në Tepelen, që vinte nga Kakavia deri në Memaliaj, nuk linde makinë që vinte nga Greqia në 97 pa plaçkitur. Është përfaqësuesi tipik i këtyre që mbajtën në pushtet këto 13 vjet. Është turp për qytetarët e Tepelenës, për qytetarët e Kurvelesit, që i ka kapur për gryke dhe i komandon një bastard si Tërmet Peçi. Po Tërmeti nuk është vetëm zotëri. Tërmeti ka vjedhur prona të mëdha në Kurveles. Dhe bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë janë ish drejtori i hipotekës së Tepelenës, Pëllum Milori,
edhe kryetari aktual i njësisë administrative në Kurveles, Shaban Loçi. Këta janë personat me të cilët Tërmet Peçi ka privatizuar pothuajse gjysmën e Kurvelesit dhe gjysma e soj të gruas ti nga këlqyra janë bërë pronar në luftën e Visës apo në regjim. Pra, është maja e icebergut kjo që ka shpërthyer. Pritet, unë pres që të shkoj Spaku dhe të bëj një kontroll të imtësishëm në dokumentat e hipotekës e TPL-s janë grumbulluar në ASK-n Gjirokastër. Të vej të shikoj se kanë vjedhur në një mënyrë jashtëzakonisht të pështirë nëpërmjet drejtorit të ASK-s, kanë quajtur në përfshatra copat të shkëlqyera trojen të thash, i kanë quajtur i kanë emërtuar prona shtetërore, zotërin në përfshatra e dim të tërë që çdo familje në kufi me tjetrën ka pronë e saj dhe s'ka pronë shteti në përfshatra. Qytetet po kanë pronë shteti, po fshatrat jo, se fshatrat kanë qenë sekullor. Dhe që bën tani, mungon Zaçja, nuk është Zaçja në Golëm, okej, trollin e Zaçës, tokën e Zaçës quaj e shtet dhe ta blej patronazhisti, i blen, po ja falin patronazhisti dhe kështu janë pasuruar i lumit të lumit me pronën Kurveles. Dhe nga këta janë të tërë patronazhistët dhe spionët e Tërmet Peçit. Kanë vjedhur aq shumë sa që nuk ka ku të shkoj më. Unë u bëjthirje Kurvelesasve, të gjithë që janë banorë të fshatit Regjin, Nivic, Gusmar, Progonat, Golëm, Lekdush, kudo që janë, të shkojnë, të shikojnë pronat e tyre. Ata që nuk banojnë atje, po që kanë trojt e tyre të babalarve, të gjyshve, të gjyshve. Kjo është mënyra se si ka vjedhur deri tani dhe si po vjedh Tërmet Peçi në TPL-n. Ka marrë një ndërtesë për ta bërë shkollë, e cila jo vetëm që nuk u bë shkollë, po që ishte baxhe, po vazhdon të jetë baxhe dhe për atë Tërmet Peçi ka marrë 83.000 euro. Dhe shkolla ekzistuese që ka qenë është për bukuri, ndërsa ajo ashtu quajtura shkollë që do bënte Tërmet Peçi, të cilën unë do të dërgoj dhe fotografit ku ka dalë me atë shiritin, që turpëron atë shirit që mban në krah, ai bandit që quhet Tërmet Peçi, që janë në shkallët e asaj Baxhës që kanë marrë pjesët me djathtë bashkë me Edi Ramën dhe me një banor tjetër nga Nivica që s'm duhet për momentin ta zëngoj. Zoti Islami, pse nuk ka reaguar kryeministri Edi Rama për gjitha këto skandale që pak a shumë ju përmendët, por edhe për këto të fundit? Se është vetë frymësuesi i tyre, është vetë organizatori i tyre. Të tëra bëhen me urdhër, të dini një gjë, asnjë gjë nuk bëhet por nuk desh Edi Rama dhe spionët e tij. Harrojeni. Janë të tëra të organizuara, të orkestruara nga dirigjenti Edi Rama.